Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut, lavdata e shumtë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të dërguarin e Tij sallallahu alaihi wasallam, amma pas. Vazhdojmë me mësimin e radhës dhe kemi mbritur tek fjala e autorit ku përmend për dobitë e këtij libri. Mirë, por përpara se të fillojmë pra tek fjala e autorit, thot Sheh Suleman Ar-Ruhaili, Allahu e ruajt, se unë përkujtoj, thot, veten time dhe vëllezërit e mi që mësimi I gjunaheve të mëdhaja është diçka e ligjësuar dhe për cilën njeriu merr shpërblim tek Allahu. Mirë, po ajo duhet bëhet me niyet të mirë. Pra siç e përmendëm, me qëllim që të rritet kujdesi dhe ruajtja e tij nga gjunahet e mëdhaja, dhe që të shtohet dhe të rritet kujdesi I tij nga largimi nga gjunahet e mëdhaja, thot, dhe të mos guxoj që të bëj gjunahet vogla dhe as mos t'i veproj ato, sepse gjunahet e vogla janë kundërshtim që I bëhen Allahut të lartësuar. Prandaj gjunahu I vogël kur bëhet me këmbgulje, pra kur njeriu vazhdon dhe këmbgul në gjunahet vogla, ajo mund të ndërrohet dhe të bëhet një gjunah I madh. Dhe ashtu sikurse guximi për të bërë gjunahet vogla dhe nënçmimi I gjunaheve të vogla mund të pengojë shlyerjen e gjunaheve nëpërmjet veprave të mira dhe fjalëve të mira, pra, dhe sprovat që I bin njeriu. Pra kur njeriu bën gjuna të vogla dhe këmbgul në to, kjo bëhet shkak që njeriu të mos I shlyhen këto gjunahe nëpërmjet veprave të mira dhe fjalëve dhe sprovave që I bin njeriu. Ashtu sikurse gjunahet e vogla, kur shoqërohen dhe bën një gjuna tjetër të vogël, bën dhe një gjuna tjetër të vogël, ato mund t'i mblidhen njeriu derisa të ndikojnë në fen e tij. Madje këto gjunahe konsiderohen, bëhen për zemrën e tij të lehta dhe si thuaj të papërfillshme, dhe kështu ai neglizhon në bërjen e tyre. Thot shehu për këtë arsye ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Iyyakum wa muhaqqarati dhunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Thot, ju paralajmëroj juve nga neglizhimi I gjunaheve, sepse me të vërtetë ato, pra gjunahet, I mblidhen robit, thot, njeriu derisa e shkatrojnë atë. Këtë hadith e ka transmetuar Imam Ahmedi dhe ka saktësuar Sheikh Al-Albani, Allah më shiroft. Pra thot, ju paralajmëroj juve nga gjunahet, të cilat, thot, njeriu I shikon ato si gjunahet vogla. Madje thot, sikurse thon njerëzit, pra njerëzit e thjeshtë, që ata janë gjunahet vogla, që nuk është se janë gjunahet mëdhaja. Pra I paralajmëron nga neglizhimi I tyre, sepse ato, thot, I mblidhen robit dhe derisa e shkatrojnë atë. Porosia ime, thot, për veten dhe për vëllezërit e mi është që neve, thot, ta kemi gjithmonë dhe ta mbajmë, ta shoqërojmë gjithmonë njetin e mirë për mësimin se cilat janë gjunahet e mëdhaja. Të mësuarit, pra se cilat janë gjunahet e mëdhaja, thot, është prej sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I mësonte shokët e tij se cilat janë më të mëdhat prej gjunaheve të mëdhaja. Më të mëdhat prej gjunaheve të mëdhaja. Madje thot, kjo, pra mësimi I gjunaheve se cilat janë gjunahe të mëdhaja, ishte edhe rruga e selefëve, pra e të parëve tanë të mirë. Nga se sahabët ridwanullahi alejhim ishin të tillë që e pyesnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe I thonin atij se cili gjunah është më I madh tek Allahu. I thonin atij cili gjunah është më I madh tek Allahu dhe cila vepër është më e rryer tek Allahu I lartësuar. Thot autori Imam Adh-Dhahabiu, Allahu e mëshiroft. Ky libër, thot, është një libër I dobishëm për njohjen e gjunaheve të mëdha në përgjithësi, por edhe në detaje, thot, Allahu na furnizoft neve, thot, largimin prej tyre me mëshirën e tij. Pra, thot Sheh Suleman Ar-Ruhaili, Allah ruaj, duke komentuar dhe shpjeguar fjalën e autorit, Allah më shiroft,
Këtu ku thot ky libër është i dobishëm për njohjen e gjunaheve të mëdha në përgjithësi, do më thënë në përmendjen e tyre në përgjithësi, që njeriu të njohë se cilat janë gjunahet të mëdha, për shembull shirku, vrasja, magjia e tjerë. Por thot edhe në detaje, do më thënë që përmend argumentet e tyre thot me detaje, me qëllim që njeriu të jetë ke dijeni për to dhe të jetë i bindur në lidhje me to. Ndërsa aty ku thot Allahu na furnizoft thot largimin prej tyre me mëshirën e tij, këtu thot autori ka treguar dhe ka aluduar për atë që ne kemi përmendur, që janë ata 4 çështjet që ne kemi përmendur në mësimin e kaluar, që është dija, pra njohja e gjunaheve të mëdha, që njeriu të di se cilat janë ato, kërkimi ndihmë Allahut për largimin nga gjunahet të mëdha, të jetë njeti i mirë në mësimin e tyre, jo me qëllim që njeriu të mësojë ata për të bërë gjunahet e vogla, por të jetë njeti për t'ju larguar gjunahet të mëdha, por edhe gjunahet të vogla, dhe e katërta, largimi prej tyre. Pra shehu thot që autori ka për qëllim me këtë fjalë këto 4 çështje që ne thot i përmendëm. Aty ku thot që na furnizoft Allah pra largimin prej tyre. Pra ajo që kërkohet thot është që neve të largohemi prej tyre, si dhe të largohemi nga gjërat paraprake që të çojnë drejt tyre, si dhe nga njerëzit të cilat i kryejnë këto gjunahe të mëdha, sikurse do ta sqarojmë në vijim. Thot autori, pra Imam Dhahabiu, Allah më shiroft. Ka thënë Allahu i lartësuar: In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Thot, nëse ju i largoheni dhe i shmangeni gjunaheve ndaj të cilave ju ndaloheni, ne ju ashlyjm juve të këqijat tuaja dhe ju fusim juve në një vend hyrje fisnike. Dhe thot, vërtet Allahu ka garantuar, Allahu subhanahu wa ta'ala, me këtë tekst thot i ka garantuar atij cili i largohet gjunaheve të mëdha që do ta fus po atë thot në xhennet. Thot Sheh Sulejman Ruhaili, Allahu rujt. Imam Dhahabiu, Allahu më shiroft, e ka sjell këtë ajet për treguar 2 çështje. E para për treguar se gjunahet ndahen në gjunahe të mëdha dhe në gjunahe të vogla. Ndërsa çështja e dytë është thot për të përmendur vlerën që ka largimi nga gjunahet e mëdha, për ta nxitur robin apo nefsin e robit, që ai të kujdeset që të largohet prej tyre. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Nëse ju i largoheni, i shmangeni gjunahet mëdha ndaj secilës jo kemi ndalu, ne thot ju ashlyjm juve të këqijat tuaja. Ky ajet tregon thot se gjunahet prej tyre janë ka që janë të mëdha dhe prej tyre thot ka që janë të vogla, dhe kjo thot në 2 aspekte. Aspekti i parë është se Zoti ynë i lartësuar ka thënë: In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an. Nëse ju i largoheni gjunaheve të mëdha ndaj të cilave ju ndaloni. Dhe thot, kjo thot tregon se ka gjëra thot që ju ndaloheni, pra ka gjëra që njeriu ndalohet thot edhe nuk janë prej gjunaheve të mëdha, sepse Allahu i lartësuar ka thënë, thot gjunahet të mëdha ndaj të cilave ju ndaloheni. Dhe thot sikur të gjitha ndalesat të ishin gjunahe thot të mëdha, atëhere Allahu i lartësuar do të kishte thënë: nëse ju i largoni asaj apo atyre që ju ndaloheni. Mirë, po këtu Allahu i lartësuar ka përmendur fjalën gjunahe të mëdha ndaj të cilave ju ndaloheni. Edhe thot me këtë thot shehu neve mësojmë dhe kuptojmë se ajo ndaj secilës neve ndalohemi ka që janë gjunahe të mëdha dhe ka dhe që janë gjunahe të vogla. Thot, ndërsa aspekti i dytë thot, është se Allahu i lartësuar ka thënë: Nukaffir ankum sayyi'atikum. Dhe ne thot u ashlyejm juve të këqijat tuaja. Së pari o vëllezër thot, ajo që ka nevojë për shlyerje është gjunahu. Pra është gjunahu i vogël.
Dhe ajo që thot që këtu përshkruhet se si e keqe thot, ajo është gjunahu, pra është për qëllim gjunahu i vogël. Dhe shikoni se Zoti ynë i lartësuar ka thënë, nëse ju i largoni gjunaheve të mëdha ndaj të cilave ju ndaloni. Sikur thot gjunahet të ishin që të gjitha të mëdhaja, dhe nëse neve do i largoheshim thot atyre gjunaheve të mëdhaja, po nëse ato do të ishin gjitha të mëdhaja, atëherë çfarë mbetet për të shlyer? Pra kjo tregon se ato që shlyhen janë gjunahet e vogla. Pra kjo tregon thot shehu se gjunahet prej tyre kaq janë të mëdhaja dhe prej tyre kaq janë të vogla dhe ato quhen as-sayyi'at, siç përmenden këtu, pra të këqijat. Pra ky ajet thot shehu tregon për vlerën që ka largimi nga gjunahet e mëdhaja. Kjo thot me dy çështje. Çështja e parë, pra që tregon ky ajet është se shlyhen gjunahet e vogla. Dhe e dyta që tregon për vlerën e largimit nga gjunahet e mëdha është hyrja në xhenet. Pra si shpërblim, njeriu kur largohet nga gjunahet e mëdha është se atij shlyhen gjunahet e vogla dhe futet në xhenetet e begata. Sa i përket shlyerjes së gjunaheve të vogla, tek fjala Allahut të lartësuar ku thot in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Nëse ju i largoni gjunave të mëdha ndaj të cilave ju ndaloheni, unë thot ne u ashlym juve të këqijat tuaja. Dietarët thot në këtë çështje, pra sa i përket këtyre gjunaheve që shlyhen, kanë tre fjalë thot, pra tre mendime. Mendimi i parë, largimi thot nga gjunahet e mëdha është kusht për shlyerjen e gjunaheve të vogla nëpërmjet veprave apo gjëra që janë shlyerëse të gjunaheve. Pra siç janë veprat e mira në përgjithësi. Pra ky mendim thotë që është kusht që të largohesh nga gjunahet e mëdha, që ty të shlyhen gjunahet e vogla nëpërmjet veprave të mira që ti bën, apo sprovave që ty të bie. Ai i cili largohet gjunaheve të mëdha dhe vepron gjunahe të vogla, si edhe fal namaz, për shembull, atij i falen gjunahet e vogla. Ndërsa ai i cili vepron një gjunah të madh dhe një gjunah të vogël, por edhe falet, atëherë thot atij nuk i falet gjunahu i madh, as gjunahu i vogël nëpërmjet namazit që ai fal. Pra ky është kuptimi i këtij mendimi, pra i fjalës që ato thonë që largimi nga gjunahet e mëdha është kusht për shlyerjen e gjunaheve të vogla. Dhe këtë mendim thot shehu e ka përzgjedhur thot Sheikhu jon Sheikh Ibn Bazi Allahu e mëshiroft. Ndërsa mendimi i dytë është se kuptimi i ajetit ajo gjë që shlyhet me vepra të mira dhe të ngjashme me to, thot janë gjunahet e vogla dhe jo gjunahet e mëdha. Për shembull, nëse dikush pra vepron një gjunah të madh dhe falet, atij thot nuk i falet, pra nuk i shlyhet gjunahi me namazin që fal. Ndërsa ai që thot bën një gjunah të vogël, fal namazin, atij thot i falet thot ky gjunah i vogël nëpërmjet namazit që ai fal. Mirë thot shehu, po ai i cili thot bën një gjunah të madh dhe një gjunah të vogël edhe falet, atij thot i falet gjunahu i vogël, por se nuk i falet gjunahu i madh. Pra e kuptoni thot se cili është dallimi midis tyre? Tek mendimi i parë nuk të falen as të mëdhajet as të voglat, nëse ti nuk i largohesh të mëdhajave. Ndërsa tek mendimi i dytë, nëse ti i largohesh të mëdhajave, atëherë ty të falen gjunahet e vogla nëpërmjet veprave të mira. Pra ky është dallimi, se tek e para nëse nuk i largohesh nuk falen as të mëdhajet as të voglat. Ndërsa tek mendimi i dytë, ty të falen vetëm të voglat nëse i largohesh gjunaheve të mëdha. Dhe këtë mendim thot e ka përzgjedhur Sheikh Uthejmini Allahu e mëshiroft. Në mendimi i tretë thot është se kjo gjë është e shfuqizuar.
dhe se shlyerësit, pra 10 shlyerësit, pra që shlyen gjunafet e vogla, të cilat i kanë përmendur dietarët, ata i shlyen thot edhe gjunahet e vogla, edhe gjunahet e mëdhaja. Kjo thot për shkak të disa argumenteve të tjera, tek të cilat tregohet shlyerja e gjunaheve nëpërmjet veprave të mira. Ashtu sikur se ka ardhur se ai i cili fal namazet, pra 5 namazet, është sikur se ai thot që lahet 5 herë pra në ditë, thot la yabqa min daranihi shay, tek ai thot nuk ngelet asgjë pa nuk ngelet asgjë thot e pa pastër. Dhe këtu fjala shay asgjë do të thot që është e pashquar dhe në kontekstin e mohimit që përfshin si të mëdhajat, ashtu edhe të voglat. Po ashtu sikur se thot ka ardhur, aty ku thot men hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi kama waladathu ummu. Kush bën haxhin dhe nuk thot fjalë të shëmtuara dhe as nuk bën gjunahe, ai kthehet thot nga gjunahet e tij ashtu sikurse e ka lindur nëna e tij. Dhe kanë thënë pra ata që kanë këtë mendim, dhe kjo është thot kuptimi i drejt për drejt dhe më parsor i ajetit edhe i haditheve. Pra ai kthehet pa gjunahe. Po ashtu thot që ashtu sikurse është edhe tek hadithi tjetër që thot sa i përket thot qëndrimit të në Arafat, edhe sikur walau kanat dhunubuka mithla ramli alijin, edhe sikur thot gjunahet tuaja të jenë sikur se thot rëra e detit, e deri në fund hadithit, ngasalaha Allahu ank, Allahu thot do t'i fshi apo do t'i fali ty ato. Pra këta janë argumentet që përdorin domethënë dietarët e mendimit tret, që tregojnë që lahen edhe gjunahet e mëdha dhe gjunahet e vogla nëpërmjet veprave të mira. Edhe ato gjithashtu thot shehu e mbështesin dhe përforcojnë fjalën e tyre duke thënë se mirësia e Allahut shtohet dhe nuk paksohet. Dhe kur Allahu e begaton umetin e tij me diçka, atëherë Allahu i lartësuar nuk e pakson pra atë mirësi dhe begati, por se vetëm se e shton atë dhe thon se Allahu e ka begatuar këtë umet thot në fillim, pra në fillim të fesë, me veprat mira, të cilat thot i fshihen dhe i shlyen gjunahet e vogla dhe jo gjunahet e mëdha. Mirë, po kjo më pas thot është shfuqizu dhe këtë mendim e ka përzgjedhur Sheikh Al-Albani, Allahu më shiroft, dhe të gjithë dietarët. Mirë, po thot shehu se këtë mendim pak prej dietarët e kanë pasur këtë mendim dhe që e kanë thënë atë. Thot ekziston edhe një mendim thot i dobët, që është mendimi i katërt, se njeriu thot nëse i largohet gjunaheve të mëdha, atij do t'i falen thot gjunahet e vogla totalisht, edhe nëse ai nuk bën vepra të mira të cilat janë si shlyerse e gjunave të vogla. Domethënë nëse i largohet gjunave të mëdha, atëherë gjunahet e vogla thot janë të falura edhe nëse ai pra nuk bën asnjë lloj vepre e cila do të shërbejë si shlyerse e tyre. Mirë, po ky mendim thot shehu është mendim i dobët. Dhe ajo që është mendimi më i saktë thot shehu që është tek unë, dhe Allahu e di më së miri, është se largimi nga gjunahet e mëdha është kusht për faljen e gjunaheve të vogla nëpërmjet veprave të mira të cilat janë shlyerse, sikur si janë veprat e mira pra apo fjalët e mira dhe të ngjashme me to, dhe kjo është kuptimi thot më parsor apo më i drejtë për drejt i ajetit, ose kuptimi i parë që kuptohet nga ajeti dhe i hadithit të cili thot do vi me neve. Kjo është çështja e parë thot. Ndërsa çështja e dytë thot, fjala e Allahut ku thot wa nudkhilkum mudkhalan karima, dhe ne do t'ju fusim thot në një vendhyrje fisnike. Pra kjo tregon thot se largimi nga gjunahet e mëdha është shkak për hyrjen në xhennet pa dënim paraprak. Pra këtë ta kuptoj mirë. Këtu thot shehu pra nëse njeriu pra i largohet gjunave të mëdha, atëherë thot
Kjo është sebeb që njeriu të futet në xhenet pa dënim paraprak, pa u dënuar paraprakisht. Pra këtu thot shehu, bëni kujdes thot, pra keni vëmendjen se largimi nga gjunat e mëdha është kusht për të hyrë në xhenet pa dënim paraprak. Ndërsa ai i cili bën një gjuna të madh, atëherë thot ai është në mëshirën e Allahut. Po desh Allahu e fal atë, po deshi e dënon atë. Ndërsa ai i cili bën një gjuna të madh dhe nuk pendohet prej tij, përveç shirkut që i bëhet Allahut të lartësuar, ai është në mëshirën e Allahut. Mirë, po ai i cili thon shkon tek Allahu dhe i është larguar gjunaheve të mëdhaja që të gjithave, ai thot hyn në xhenet thot pa dënim paraprak thot me mirësinë e Allahut të lartësuar. Edhe ky është pikërisht thot kuptimi i fjalës së disa prej dietarëve tan që thon me të vërtetë thot largimi nga gjunat e mëdha është kusht për hyrjen në xhenet. Pra ky është kuptimi i fjalës që thon dietarët. Ashtu sikurse ka ardhur thot në që është përmendur në gjuhën e shehut ton Sheh Ibn Bazit, Allahu e mëshiroft, nga se thot disa prej studentëve të dijes e kuptojnë thot fjalën e shehut gabim dhe thonë se shehu mendon se largimi nga gjunat e mëdha është kusht për të hyrë në xhenet. Dhe kjo do të thot se ai i cili bën një gjuna të madh nuk hyn në xhenet. Pra kjo let kuptohet. Mirë po thot këtë gjë nuk e thot shehu dhe larg kësaj thot është shehu Allah më shoft. Mirë po ajo që ka për qëllim shehu thot është se largimi nga gjunat e mëdha është kusht për hyrjen në xhenet pa dënim paraprak thot. Dhe po deshe thot thuaj që largimi nga gjunat e mëdha është sebeb për hyrjen në xhenet me mirësinë e Allahut pa dënim paraprak. Dhe thot kjo obligohet që të kuptohet me qëllim thot që mos të keq kuptohet dhe mos keq kuptohen fjalët e dietarëve. Thot shehu Allahu ruajt, pra vazhdon shpjegimin thot që pra ne mësuam thot se gjunahet. Prej tyre thot ka gjunahe që janë të vogla dhe prej tyre thot ka gjunahe që janë të mëdhaja. Dhe se largimi nga gjunahet e mëdha me mirësinë e Allahut thot shlyen gjunahet e vogla, ashtu sikurse e sqaruam dhe se njeriu për shkak të tyre futen në xhenet thot, ashtu sikurse e përmendëm. Pra shiko thot, Zoti ynë ka thonë in tajtanibu, nëse ju i largoni. Dhe thot largimi këtu thot është al mubaada, do thot largim nga njëri tjetri. Pra njëri nga një anë dhe tjetri nga ana tjetër. Pra që ti thot jesh në njërën anë dhe gjunahu i madh tjetë në anën tjetër. Dhe kjo është diçka thot më fort dhe më plot se sa mos ta veprosh gjunahun. Pra që ti t'jesh nga njëra anë dhe gjuna nga ana tjetër, kjo është më fort dhe më plot se sa thjesht mos ta bësh gjunahun. Dhe kjo thot nënkupton se njeriu thot duhet të largohet nga gjunahet e mëdhaja dhe nga mexhliset e tyre, si dhe nga njerëzit të cilët i veprojnë ato dhe të mos ulet në një mexhlis pra ku ka njerëz të cilët i bëjnë gjunahet e mëdhaja. Përveç se nëse ai ka fuqi dhe mundësi që t'i refuzoj ato, ose ka fuqi dhe mundësi thot që t'i nxjerrë ato njerëz nga ai gjuna në diçka tjetër ku nuk ka kundërshtim ndaj Allahut të lartësuar, ashtu sikurse thot shehu, ai ishte që kishte mundësi dhe fuqi për ta ndryshuar temën, kishte mundësi thot kur shikonte njerëzit të cilin bënin përgënjim që t'u ndryshonte atyre temën dhe t'i nxirrte ata në një temë tjetër ku nuk kishte kundërshtim ndaj Allahut të lartësuar. Pra thot nuk lejohet që t'ulesh me ta kur ti ke mundësi pra që ti refuzosh ata dhe nuk e bën refuzimin ndaj tyre. Pra duhet patjetër thot shehu
që të largohemi nga gjunahet e mëdhaja dhe të rrim sa më larg tyre dhe njerëzve të tyre. Përveç se nëse prezenca e njeriu thot është që i ndërpret ato nga i gjuna, ose duke i refuzuar ata, ose duke i nxjerr pra thot nga ajo temë në një temë tjetër ku nuk kundërshtohet Allahu i lartësuar. Pastaj thot autori Allahu mëshiroft Imam Adh-Dhahabiu. Vazhdon pra dhe sjell ajete të tjera dhe thot në librin e tij, ka thënë Allahu i lartësuar pra walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Dhe ata të cilët i largohen gjunaheve të mëdhaja dhe veprave të shëmtuara dhe të rënda dhe kur ata zemrohen, ata falin. Thot Sheh Suleman Ar-Roheli duke komentuar dhe shpjeguar këtë ajet, ka thënë Allahu i lartësuar duke përshkruar ata të cilët kanë fituar pra shpërblimin që ndodhet tek Allahu dhe që është më i mirë dhe më i përhershëm, ka thonë dhe ata të cilët i largon gjunave të mëdhaja dhe veprave të shëmtuara dhe të rënda, dhe kur ata zemrohen thot ata falin. Thot largimi nga gjunahet e mëdha ashtu sikur se thot e kemi thonë, kërkon pra që të largohesh nga gjunahet dhe nga gjërat që të nxisin drejt gjunave dhe njerëzve të tyre. Mirë po si bëhet largimi nga gjunahet e mëdha? Kanë thënë dietarët, largimi nga gjunahet e mëdha bëhet duke luftuar veten për t'i lënë ato dhe për t'i braktisur ato. Dhe nëse njeriu rreshqet dhe bien gjuna dhe mbi të thot tek ai mbizotron dobësia, pra nuk ka fuqi, është i dobët për t'u larguar nga gjunahet e mëdha, atëherë largimi prej tyre thot bëhet me pendim, duke u penduar prej tyre. Largimi nga gjunahet e mëdha nuk nënkupton detyrimisht thot që njeriu mos bëj gjuna të madh. Përkundrazi ndodh që njeriu të rreshkas dhe të bjerë në gjuna të madh dhe mund të thot të dobësohet. Mirë po nëse ai dobësohet dhe bie në gjuna dhe bën një gjuna thot të madh, ne e thot, a themi se ai nuk është larguar nga gjunahet e mëdhaja dhe si pasojë atij, sipas mendimit që ne thot kemi saksuar, nuk i falen gjunahet e vogla nëpërmjet veprave të mira? Ne themi tha jo. Themi jo nga se shmangja e gjunave të mëdha realizohet thot bi adamil fi'l, realizohet thot duke mos i vepruar ato. Si dhe realizohet thot dhe duke u penduar nga ato thot nëse ai bie në gjuna. Sepse Allahu i lartësuar çfarë thot walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi. Pra ato të cilët i largohen gjunave të mëdha dhe thot këta e morën vesh. Po al-fawahish, kaba'ira al-ithmi, gjunave të mëdha, wal fawahish, veprat e shëmtuara dhe të rënda. Cilat janë al-fawahish, veprat e shëmtuara dhe të rënda? Thot kanë thënë dietarët se al-fahisha, vepra e shëmtuar dhe rënd, është gjunahu i madh të cilit i bashkangjitet thot një cilësi apo një keqe të cilën thot e bën atë më të shëmtuar. Për shembull, zinaja, imoraliteti thot është gjuna i madh. Pra zinaja në përgjithësi. Mirë po zinaja që bëhet thot me gruan e komshiut është e rënd, edhe e shëmtuar. Pra si zinaja në përgjithësi, si zinaja me gruan e komshiut, që të dyja futen dhe konsiderohen zina dhe janë të shëmtuara. Mirë po thot, kjo zina që bëhet me gruan e komshiut është akoma më rënd. Është më rënd dhe më shëmtuar se sa zinaja që bëhet me një grua të largët. Po ashtu thot, për shembull, një njeri bën zina me gruan e komshiut tij. Kjo thot është më rënd se sa zinaja që bën ai me një grua të largët. Edhe pse të dyja ato thot janë fahishe, vepra të shëmtuara, vetëm se ajo është më rënd, pra ka dënimin më të rënd edhe përfundimin më të keq. Ndërsa thot zinaja që bën njeriu me njerëzit që i ka haram që të martohet me to, pra me të afërmit të tij që e ka të ndaluar të martohet me to, kjo është thot më rënd akoma se sa zinaja që bën njeriu me gruan e komshiut të tij.
ndërsa zinaja që bën njeriu, Allahu na ruajt, me nënën e tij është akoma më shumtuar dhe më rënd se sa zinaja që bën njeriu me hallën dhe tezën e tij. Mirë po thot që të gjitha këto janë gjunahe të mëdhaja. Pra gjunahu i madh thot mund të ndryshojë dhe nuk janë të gjithë barabartë. Pra gjunahet të mëdhaja mund të ndryshojnë nga njëri tjetri, nuk janë të një niveli. Pra njëra është më e rëndë se sa tjetra dhe më e shëmtuar se sa tjetra. Edhe pse që të gjitha rënditen tek gjunahet të mëdhaja, mirë po të ndryshojnë nga njëra tjetra në varësi të me kë kryhet ai veprim. Po ashtu shehu sjell dhe disa shembuj tjerë për të kuptuar domethënë se si ndryshojnë gjunahet nga njëra tjetra dhe cili është më i rëndë. Prandaj që thot për gojimi që bëhet në rrugë është një gjunah i madh prej gjunave të mëdhaja. Mirë po thot për gojimi që bëhet në xhami është akoma më i shëmtuar dhe më i rëndë. Ndërsa për gojimi thot që bëhet në xhami, ndërkohë që njeriu është agjërueshëm, kjo thot është akoma më shëmtuar dhe më rëndë. Ndërsa për gojimi thot që bëhet në xhami, ndërkohë që njeriu është agjërueshëm dhe në muajin e Rexhep apo në 4 muajt e shenjtë, thot kjo është akoma më rëndë dhe më shëmtuar. Pra thot me këtë mësuam se veprat e shëmtuara dhe të rënda nuk janë një degë më vete e gjunaheve të mëdhaja, por sa ato janë pra cilësi që i bashkangjitet gjunahu të madh. Pra është një cilësi apo diçka e keqe që i bashkangjitet gjunahut të madh dhe që e bën atë më të rëndë dhe më të shëmtuara se sa të tjerat. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pyetur shokët e tij në lidhje me zinan, dhe ata kanë thënë që zinaja është haram, e ka ndaluar Allahu dhe i dërguari i tij. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë u tha? Tha la an yazni ar-rajulu bi 'asharati niswa aysaru alayhi min an yazni bi imra'ati jarihi. Thot që njeriu të bëjë zina me 10 gra është më e lehtë se sa të bëjë zina me gruan e komshiut të tij. Këtë e ka transmetuar Imam Buhari në librin Al-Adab Al-Mufrad dhe e ka saktësuar Sheikh Al-Albani. Pra që njeriu të bëjë zina me 10 gra të largëta është më e lehtë si gjuna dhe ka dënim më pak në krahasim me atë që bën zina me gruan e komshiut të tij, kështu sikurse ka shpjeguar pra siç ka ardhur në hadith. Dhe këtu thot shehu nuk është për qëllim që njeriu të nënçmoj dhe të nënvlerësoj zinan dhe imoralitetin me gruan e largët. Por sa ajo që është për qëllim këtu është se zinaja që bëhet me gruan e komshiut është diçka më e rëndë dhe më e shëmtuar. Ndaj thot, prej cilësive të atyre që kanë fituar shpërblimin që ndodhet tek Allahu, është se ata i largon gjunaheve të mëdhaja që të gjithave, dhe madje thot, largimi i tyre është akoma më i madh ndaj gjunaheve të shëmtuara dhe të rënda që sikurse e përmendëm, por sa ato i largohen gjithashtu edhe gjunaheve të vogla. Pra ky ajet thot shehu tregon për 2 çështje. Tregon se gjunahet pra ndahen në të mëdhaja dhe në të vogla. Dhe argumentimi këtu që tregon për ndarjen e tyre nuk është i drejt për drejt, por se është i tërthort, që do të thot që këtu nënkuptohet nga konteksti, sepse Allah i lartësuar thot walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi, dhe ata të cilët i largojnë gjunave të mëdhaja. Dhe kjo thot nënkupton se ka dhe gjunahe të vogla thot, për ndryshe thot, emërtimi i tyre si gjunahe të mëdhaja nuk do të kishte dobi këto. Por se Allahu nuk ka dyshim që kur i përmend gjërat, i përmend dhe i emërton ata me dobi dhe urtësi. Po ashtu, ky ajet tregon edhe për vlerën që ka largimi nga gjunahet të mëdhaja
dhe se largimi nga gjunahet e mëdha është shkak për të fituar shpërblimin që ndodhet tek Allahu i lartësuar, shpërblim i cili është më i mirë dhe më i përhershëm. Dhe dietarët për këtë çështje kanë thënë se ajo pra shpërblimi që ndodhet tek Allahu i lartësuar nuk është diçka e veçantë që vetëm për ahiretin, por se ajo është edhe që Allahu i lartësuar u jep njerëzve dhe robërve të tij edhe në këtë dunja. Pra ata të cilët i largon gjunaheve të mëdha dhe veprave të shëmtuara dhe të rënda, atyre u është premtuar se do të kenë një pjesë të shpërblimit që ka Allahu i lartësuar, pra do ta kenë këtë shpërblim në dunja, por edhe në ahiret. Mjaftohemi me kaq vëllezër të nderuar me qëllim që mos zgjatemi dhe pjesën tjetër e vazhdojmë në mësimin e radhës. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.